dorëzonin sekretari kërkuesi në lidhje me këtë kërkesë. Të nderuar, neve I shndrojmë parashtrimeve që kemi paraqitur në lidhje me kompetencën e gjykatës kushtetuese. Ne mendojmë që gjykata kushtetuese është kompetente për shqyrtimin e kërkesës tonë, edhe për aktin e presidentit. Për ne procesi është I ndarë në 2 faza, siç e kemi sqaruar dhe në parashtrimet. Në fazën e parë është faza e propozimit dhe vendimarrjes, që përfundon me vendimin e Këshillit të Ministrave, dhe pastaj faza tjetër është faza e garancisë kushtetuese, që aktivizohet automatikisht me paraqitjen e kërkesës kushtetuese, në të cilën nuk duhet të ndërhyjë asnjë institucion përfshirë dhe presidentin e Republikës, I cili duhet të presi në rastin konkret marrjen e një vendimi nga ana e gjykatës kushtetuese dhe aktivizimi para kohe I presidentit të Republikës me aktin për caktimin e datës së zgjedhjeve aktivizon efektet juridike të vendimit të Këshillit të Ministrave, I cili është efektet e cilit janë të pezulluara. Për këtë arsye ne mendojmë që gjykata kushtetuese është kompetente. Faleminderit. Këshilli I Ministrave në lidhje me këtë kërkesë. Këshilli I Ministrave ka paraqitur që me shkrim në kushtet kur akti obligë shqyrtimi është I lishëm dhe dekreti presidentit është rrjedhoje këtij akti, ne kërkojmë nga gjykata pranimin e kërkesës subjektit të interesuar presidentit të Republikës. Mirë, faleminderit. Trupi gjykues tërhiqet për të marrë vendim lidhje me këtë kërkesë. Venga, un minuto.